thotë Ebu Hurejra, thotë, nuk e ndaj dot nëse ena kishte më shumë para se të pinim apo pasi pim që të gjithë. Tregon sahabiu i nderuar Ebu Hurejra radhiyallahu anhu dhe thotë një natë prej netësh, duke qenë se isha i uritur dhe kish braktisur fisin e tij, domethënë ish larguar nga fisi i tij dhe ishte i huaj në Medinë, thotë kisha dalur në rrugë si pasojë e urisë me shpresën se mos dikush do të më ftojë. Do të vjen i dashmi i Zotit, ustaj i madh. Dhe i thotë Ebu Hurejra, që të kanë nxjerrë në këtë orë të vonë të natës. Thotë dhe i thash dhe pejgamberit alayhis salam, ashtu sikur se i pata thënë Ebu Bekrit dhe Umerit më parë. Thotë dhe i pejgamberi alayhis salam vuri buzën nga dhe tha, eja Ebu Hurejra, eja zbashku me mua të shkojmë në shtëpinë time. Thotë kur shkoi në shtëpinë e tij, i thotë Aishës radhiyallahu anha, kemi diçka? Pra i dërguar i Zotit e fton dhe akoma nuk e di nëse ka diçka që mund t'ja shuaj urinë e Ebu Hurejrës. I thotë Aisha radhiyallahu anha që na kanë sjell dhurat këtë tenxhere me qumësht. Thotë dhe më thotë Ebu Hurejra, u gëzova pa mas, thotë Ebu Hurejra, sepse mendova, thotë, normalisht mendja të shkonte që pejgamberi alayhis salam do të ma ofroj mua atë kusi me qumësht. Thotë, shko tek banorët e Sufës të pastrehet, të cilët banonin në xhami, quhen ashabu Sufe ose banorët e Sufës të pastrehet, jetonin në xhami, shko tek ata dhe ftoj. Thash thotë Ebu Hurejra pra me vete që çfarë do mjaftoj kjo? Pra kjo më mjafton mua ndoshta edhe një tjetër, domethënë për 2 vet, po jo të shkoj dhe të ftoj të pastrehet të cilët jetojnë në xhami. Thotë dhe shkova. Thotë dhe erdhën, u mbush shtëpia plot pra. Dhe më thotë Ebu Hurejra, thotë kur më thirri emrin, thash u kënaqa, sepse mendova tha se do më thonë të fillo ti i pari. Ndërkohë që profeti alayhis salam më tha, fillo dhe jepu të gjithëve me radhë. Dhe pinë, thotë Ebu Hurejra, të gjithë derisa u ngopën. Dhe kur u ngopën, më thotë kush ka mbetur Ebu Hurejra? I thash, unë dhe ti o i dërguar i Allahut. Atëherë pi, thotë Ebu Hurejra. Dhe piva, thotë Ebu Hurejra, domethënë me një gaz të madh, duke mos marr frymë, domethënë, pra aq i uritur isha sa vetëm dëshiroja diçka të çoja në barkun tim. Dhe pasi e bëra, thotë, një diçka të tillë, pra u ndala të marr frymë, dhe më thotë pio Ebu Hurejra, dhe i thash dhe për s'dyti, thotë aq sa domethënë mu mor fryma, pra me aq zell pija sa desh mu mor fryma. Thotë dhe më thotë për streti pio Ebu Hurejra dhe piva i shumë, thotë sa nuk gjeja më vend, domethënë në barkë. Dhe më thotë pio Ebu Hurejra, tash i dërguar i Zotit, nuk kam vend, nuk kam vend më. Dhe qeshi, thotë ai pejgamberi alayhis salam, dhe konsumoi dhe ai nga ena dhe thotë Ebu Hurejra, pra kjo është mrekulli që Zoti xhel xhelalu ja jep profetet e tij. Thotë Ebu Hurejra, thotë, nuk e ndaj dot nëse ena kishte më shumë para se të pinim apo pasi pim që të gjithë. Domethënë fakti që nuk u paksua masa, sasia e saj, kjo është mrekulli profetike, se domethënë në aspektin logjik, nëse disa persona konsumojnë diçka, është më së normale që ajo do të mbarojë ose ajo do të konsumohet, ndërsa në rastin konkret është mrekulli profetike që Zoti i jep bereqetin dhe nuk përfundon sasia e saj.